Shqipëria festoi liberalizimin e vizave në një koncert madhështor në sheshin Nën Tereza në kryeqytet, ku morën pjesë qindra mijëra qytetarë nga i gjithë vendi. Historia e kalvarit të vuajtjeve të shqiptarëve dhe ecuria e gjithë procesit deri në marrjen e vendimit për liberalizimin u pasqyrua në shesh me një videoprojektor gjigant. Kryeministri Sali Berisha në përshëndetjen e tij përpara shqiptarëve u shpreh se vendi ynë sot është si Europa, një ëndër për të cilën sakrifikuan jetën e tyre, bijtë e kësaj toke. Çdo i ri, çdo e re, çdo djalë dhe vajzë shqiptare, kudo që ndodhet, në Shqipëri apo jashtë saj, sepse sot ata ndjehen më të lirë se kur në jetën e tyre, më të denjë se kur në jetën e tyre, dhe se vendi i tyre është sot më i lirë dhe më i denjë në të gjithë historinë e tij. Sot ne së bashku duhet përulemi me nderim të thellë para atyre qindra, djemve dhe vajzave të kësaj toke që sakrifikuan gjithçka, jetën dhe së bashku me te ëndrat më të bukura, rininë e tyre, vetëm e vetëm për të gëzuar atë liri që ne gëzojmë sot. Sot, ne së bashku, duhet të shprehim nderimin tonë me të madh të rive dhe të reve të këtij vendi, të cilët 20 vjet më parë do të mbushin rrugët dhe sheshet e Tiranës me thirrje quburote nga shpirti, zemra e tyre. Shqipëria si Europa. Sot, Shqipëria është si Europa, vend pa kufi. Europa nuk është më një tokë e ndaluar për shqiptarë dhe shqiptarë. Në emër të gjithë shqiptarëve, Berisha falenderoi vendet e Europës për besimin e dhënë. Nga ky shesh në emërtuar, le të shprehim një milionin më thellë për të gjitha qeveritë e kombet e vendit të Bashkimit Evropian, për besimin e tyre të madh, besimin e jashtëzakonshme që të shkuar ndaj nesh, dhe të sigurojmë se vendimi i tyre fisnik do të jetë një mirësi e madhe, të cilin ne do ta ndajmë secilin prej tyre. Vendimi për heqjen e vizave për shqiptarë, për bërë gjithashtu rikthimin e vërtet të këtij kombi në kontinentin nga i cili dekada dhe shekuj e ndan e veçuan paullësi të mëdha. Sot të rinjtë e treja të Shqipërisë, burrat e gratë e saj, do kenë mundësi si qytetarë të lirë të vizitojnë, të njohin, të shijojnë vlerat thesare e çmuara të kulturës dhe qytetërimit tonë evropian perëndimor. Rruga jonë drejt Europës nuk është dhe nuk ka qenë një rrugë e lehtë, nuk ka qenë si bulevardet e këtij qyteti, por rruga jonë drejt Europës është rruga e suksesit të vërtet,
qytetet, fshatrat, prigjet malet e Shqipërisë, është rrugë e ndërtimit të Shqipërisë Europiane, për të cilën ne jemi të vendosur të ecim, të sigur, sakrifikojmë dhe të ndërtojmë atë gjithë jemë bukur, gjithë jemë mirë, të ndërtojmë atë si shtëpi e të ardhme sot të sigur. Pas koncertit të madh festiv në sheshin Nën Tereza, ku performuan këngëtarët MNZ shqiptar, muzika dhe festa është zhvendosur në zonën e ish bllokut për të vijuar deri në orët e para të mëngjesit.